Unë jam e martuar që 13 vite, thot, e burri jeton jashtë. Për mua dhe për fëmijët nuk ka interes. Kur? A është gjëna të ndahen. Islami, gjën e fundit, alternativën e fundit, e jep shkurorzimin, por nga ana tjetër e obligon bashkëshortin me kry obligimet karşin bashkëshortës. Pa ashtu edhe gruaja karşin burrit. Burri karşin gruas edhe karşin fëmijëve. Nësa i zotnia ka shku atje edhe s'do me një për ty edhe fëmijët e vet, atër na thamë se Islami e nxit jetesën, mos ndamjen, nuk e parapëlqen, por ka raste kur bëhet obligim ndarja. Jo vetëm që është e lejuar, por edhe është obligim. A kam gjuna? Po thuti a kam gjuna. Ka do raste kur s'ka nevojë me pyet as hoxhën. Ti motër e din vetën tane, nevojat e tua, rrethanat e tua, që unë ty të ktheja përgjigje, po sa ka raste kur s'mujnë me arritmi u kthy përgjigje hoxha. Ty Allahu të shpërbleft, që je devotshme dhe ki gajle, mos më bani gjuna, mos më një gjuna. Por thuja ti zotnis, ose familjes ti, e jeni ulluni këtu. A ki interesim zotni me na me na mikqyr neve, mu interesu për neve, a çka po bëjmë? Në këto raste këshilloj, printe burrit, jo, unë që ditë ma atë babë, ai babë është, përveç këti burrit që është idiot, edhe ai babë, edhe ai nana, ati burri është kriminal. E dinte që e kalon që 13 vjet nusën, i kalon fëmijët e nuk do me një, nusa s'po banzo, shqyqër s'po banzo, jo, thirro, o ti zotni, burrit thuj djalit, hajde këtu, a din që ki gru, ki fëmijë, baba du të mi lëviz të sanë nëse, ose një vlla ma i madhe më interesu, edhe në fund mi thonë, oj bina, a ban halal, po ky burrit ka dal me shkret, ky djali jonë, sa të interesu, qëre bi jetën tonë ma mirë, ban një zgjidhje, s'po ban za nuse, edhe na, a nuse a mirë, po pyte nusën. Edhe në anën tjetër, baba, nana, vllaznia e nusës me shku me mull në tavolin me atë dhëndër nëse, zotnia jetu ardhë, api qesim sërën në tavolin, ajo, ashtu kështu është pa burë. Bile një gajle ma pak e ka shkan të prindë vetë, ose ban një zgjidhje, ose martohet dikon. Mos i merrin qaf vajzat. Ajo ka shku prej familjes burrit, babas, te familja burrit, për qatë burë, tasha e zotnia shkone për dunia po është e naltë, loj, rruga që lëqe, e idiot lëqe, e budalakina bani, kjo e shkret ata që pytë hoxhën a gjëna ju. Oj motër, Allah ta letoft, Allah të rujtet bekoft për këtyne